Dëshmoj e deklaroj se nuk meriton të adhurohet veç Allahu i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo që pason në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Nderuar vëllezër, para se të fillojmë, vendi i faljes së grave sipër është sot i liruar për burrat, prandaj nëse vinë besimtarë të tjerë i orientoni që të ngjiten në katin e dytë. Të nderuar besimtarë, ne kemi folur në 3 prej xhumave të kaluara për të drejtat e muslimanit tek muslimani. Të drejtat e ndërsjellta që kanë muslimanët me njëri tjetrin. Dhe thamë se para se të flasim për të drejtat që muslimanët kanë për njëri tjetrin apo tek njëri tjetri, do të flasim në fillim për shenjtërinë që ka muslimani tek muslimani. Shenjtërinë e ndërsjelltë që kemi mes nesh. Në mënyrë që për asnjë arsye, për asnjë nxitje, ne të mos e shkelim atë gjë që Allahu i Lartësuar e ka bërë të shenjtë. Ne të respektojmë njëri tjetrin, të japim hakun njëri tjetrit, dhe të bëjmë kujdes që të mos bijem në gabime të cilat cënojnë nderin, gjakun, pasurinë e njëri tjetrit. Dhe treguam se Allahu i Lartësuar tregon librin e tij se vllazëria e vërtetë është vllazëria islame kur thotë innamal mu'minuna ikhwa. S'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër të vërtetë. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, besimtari mirë, muslimani mirë është ai nga dora dhe gjuha e të cilit janë të sigurt besimtarët dhe muslimanët e tjerë. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se gjaku juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj mes jush janë të shenjta. Janë haram, janë të shenjta. Prandaj, të nderuar besimtar, nisur nga këto argumente, vijnë këto përkujtime, të cilat me radhë njëra pas tjetrës plotësojnë njëra tjetrën, të përmirësojnë moralin tonë dhe të përmirësojnë sjelljet tona të ndërsjellta me njëri tjetrin. Në fillim thamë se nuk lejohet që ta bësh tekfir, pra domethënë ti bësh tekfir muslimanit do të thotë që ta quash atë të pa fe, ta nxjerrësh nga feja, apo ta nxjerrësh nga syneti, sepse nuk është detyrë muslimanëve thjesht të lëshojnë akuzat të tilla. Bien në gabime të rënda nëse e bëjnë këtë dhe marrin kompetencat që nuk u takojnë. Pastaj thamë se nuk lejohet të vrasësh njeriu, nuk lejohet të vrasësh muslimanin. Shkelja e gjakut të tij, derdhja e gjakut të tij është një përgjegjësi e madhe për cilën Allahu i Lartësuar kërcënon në librin e tij dhe profeti alayhi salam ka ndaluar dhe e ka treguar se është nga gjunahet më të rënda. Pastaj folëm dhe thamë se nuk duhet që ti bësh zullum, nuk duhet t'i bësh padrejtësi muslimanit. Dhe padrejtësia nderuar besimtar, siç e dëgjuam në xhuman e kaluar, është e larmishme. Mund të jetë e pakët, mund të jetë e vogël, po mund të jetë edhe e madhe. Mund të jetë ndaj individit, por mund të jetë edhe ndaj shoqërisë. Prandaj, ne si besimtar, qoftë edhe në uljen tonë në safe, qoftë edhe ditën e xhuman në kalimin e qafave të njerëzve për të dalë vetë në safin e parë, kur nuk e meritojmë. Profeti alayhi salam e ka quajtur zullum, padrejtësi, dhe dikë që e pa që e vënda të veprimi thot ulu se i lëndove dhe u hyre në hak njerëzve. Nga kjo duhet të ruhemi, ndërsa ata të cilëve Allahu i Lartësuar u jep pushtet, u jep pozitë, që të kenë në dorë jetët e njerëzve, pasuritë e tyre, menaxhimin e punëve të tyre. Duhet të bëjnë kujdes se zullumi ndaj shoqërisë është më i rëndë se zullumi ndaj një personi. Padrejtësia ndaj shoqërisë është shumë më e rëndë se sa padrejtësia ndaj një personi. Prandaj, ne i përkujtojmë, ne si muslimani i përkujtojmë të gjithë ata që marrin një post. E ata të cilët tani morën edhe statusin e deputetit. Duhet të dinë se ky pushtet, kjo pozitë, në dynja është tërheqëse, por ditën e gjykimit është pendes. Ditën e gjykimit është përgjegjësi. Prandaj
lutim Zotin që t'i udhëzoj qeveritarët tanë, popullin tonë dhe ne bashkë me ta që të mos i bëjmë padrejtësi njëri tjetrit. E sot, nderuar besimtarë, do të flasim për një tjetër çështje shumë të rëndësishme që konsiderohet nga shenjtë të rit. Bëhet fjalë për nderin e muslimanit, që të mos e përgojosh muslimanin. Të mos e përgojosh muslimanin, sepse gibeti është një nga gjunahet e mëdha. Është një nga ato gjunahet të cilat i shkatron shpërblimet e punëve të mira që bën njeriu dhe e nxjerr njeriu të falimentuar para Zotit gjithësisë ditë e gjykimit. Prandaj, të parët tanë të mirë, siç thot Muhammed ibn Sirini, Allahu e mëshiroft, thot ata që kemi takuar prej selefëve, pra imagjinoni ishin brezat më të ardhur. Nuk e shikonin, thot, adhurimin e madh tek namazi dhe agjerimi, se sa e shikonin tek ruajtja e gjuhës dhe lënia e gibetit. Për të kuptuar në nderuar besimtar se përgojimi i njerëzve është një prej gjunaheve të mëdha. E ndoshta njeriu falet në safin e parë, e ndoshta njeriu zgjohet në mesnatë për të falur namazin e sabahut, e ndoshta njeriu është i përkushtuar në adhurime, pastaj e gdhin duke ngrënë mishin e njerëzve, sepse përgojimi, gibeti është konsideruar sikur të hash mishin e njerëzve duke qenë ata të vdekur. Lutim Allahun e lartësuar na bëj që të përkujtohemi, të marrim këshill dhe t'i vëmë në jetë këto argumente të cilat do t'i dëgjojmë nderuar besimtarë. Allahu i lartësuar e ka bërë haram të ndaluar gibetin, përgojimin në librin e tij, dhe profeti alayhi salam e ka bërë haram gibetin në fjalët e tij, në sunetin e tij. Thot Allahu i lartësuar: ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Thot, o ju të cilët keni besuar, na drejtohet ne besimtarëve, muslimanëve, ne që i falemi Allahut, ne që i dëgjojmë fjalët e tij dhe i zbatojmë. Ne duhet jemi të parët që i zbatojnë ato. Ne duhet të dëgjojmë dhe themi dëgjuam o Zoti ynë dhe u bindëm. Jo që fjalët na hyjnë nga njëri vesh dhe na dalin nga veshi tjetër. Jo që të dëgjojmë dhe themi nuk dëgjuam. Thot Allahu i lartësuar, o ju të cilët keni besuar, largohuni shumë nga paragjykimet, hamendësimet, sa shumë janë të dhënë njerëzit mbas tyre. Edhe kur e shikon diçka me sytë e tu, kërko sqarim për të, se ndoshta e vërteta nuk është siç ti e mendon. Ndoshta e vërteta nuk është siç ti e mendon. Njëri prej selefëve thotë sikur ta shikoj vllajin tim që pikon mjekra e tij verë, pikon nga mjekra e tij verë alkool, do të thosha ndoshta ja kanë hedhur në fytyrën e tij. Për të mos paragjykuar njeriu dhe për të mos hamendësuar në hakun e tjerë. Sepse nëse paragjykon, ku do të çojë kjo? Po Allahu i lartësuar: wala tajassasu, mos gërmoni dhe mos spiononi për të gjetur të metat e njëri tjetrit. Nëse paragjykon, do të rrish tjetrit të roje për të parë se çfarë gabimi bëri. Dhe pasi të mbledhësh material, ku do të çojë kjo gjë? Po Allahu i lartësuar: wala yaghtab ba'dukum ba'da, dhe mos e përgojoni pastaj njëri tjetrin. Do të çojë në përgojim. E gjitha ka nisur nga hamendësimi dhe paragjykimi, çon në spionim, në gërmim të metave të njëri tjetrit, dhe pastaj të çon në përgojim. Thot Allahu i lartësuar, duke ndaluar këtë gjë, thot: a dëshiron dikush nga ju të hajë mishin e tij e vllajt të tij të vdekur? Pra vëllezërit e tu të jenë të vdekur dhe ti të hash nga mishi i tyre. A është e neveritshme kjo gjë? Allahu i lartësuar thot: këtë gjë ju e neverisni. E urreni. Prandaj keni frikë Allahut, lereni këtë gjë. Lejeni paragjykimet, spionimet,
për gojimet. Dhe dijeni se Allahu është falës dhe është mëshirues, për ata që pendohen dhe e lën këtë rrugë të keqe. Është rrugë e keqe e gibetit në rrugë besimtar, lutim Zotit na ruaj gjuhën tonë, na ruaj mendjet tona nga këto veprime të ulta. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: o ju të cilët keni besuar me gjuhët tuaja dhe nuk është futur akoma imani në zemrat tuaja. Pra shikoni se çfarë akuze për njerëzit që merren me gibet. Thot: o ju të cilët keni besuar me zemra, me gjuhët tuaja, pra ju thoni jemi musliman, ju thoni jemi besimtar. Po si e tregoni të? Profeti alayhis salam thot: o ju që keni besuar me gjuhët tuaja dhe akoma besimi nuk ka hyrë në zemër. Sepse besimi kur hyn në zemër bën mrekulli, përmirëson gjuhën e personit, sytë e personit, veshët e personit, veprimet e tij, fjalët e tij. Thot: mos i përgojoni muslimanët, la tabtabul muslimin. Mos i përgojoni muslimanët, wala tattabi'u awratihim. Dhe mos pasoni ju, mos gërmoni ju për metat e tyre. Thot: sepse kushdo i cili pason të metat e vllajt e tij musliman, Allahu do të nxjerrë të metat e tij, turpet e tij. Dhe kujt Allahu janë nxjerrë të metat e tij, e turpëron atë qoftë edhe brenda 4 mureve të shtëpisë tij. Allahu na ruaj nga kjo. Që të merresh me të metat e njerëzve dhe Allahu i lartësuar të merret me të metat e tua të t'i nxjerrë para njerëzve, të turproj. Allahu i lartësuar na ruaj nga ky përfundim. Dhe hadithi është tek Sunenet dhe sakson Sheikh Albani. Profeti alayhis salam tregon dhe thotë: kur unë ngjita thot në qiellin e 7 natën e Mi'rajit, kalova pranë disa njerëzve të cilët kishin thojnë të gjatë prej bakri, që shqyen me to thot fytyrat e tyre dhe krahorët e tyre, fytyrat e krahorët e tyre. Dhe pyeta angjëjt, u thash o Xhibril, kush janë ka njerëz? Më thot Xhibrili alayhis salam, ata janë ata të cilët hanë mishin e njerëzve dhe shkelin thot nderin e tyre. Shikoni çfarë dënimi në jetën e varrit për njerëzit të cilët e lëshojnë gjuhën, nuk i vën fre gjuhës së tyre. Flasin për muslimanët, për nderin e tyre, hanë mishin e tyre. Allahu i lartësuar na ruaj nga kjo. Dhe hadithi është tek Abu Daudi dhe të tjerë dhe sakson Sheikh Albani. I përmendin profetit alayhis salam një grua dhe i thon filania, falet shumë, agjeron shumë, jep shumë sadaka. Por ajo nuk i lë, thot njerëzit, nuk i lë komshit e saj rahat me gjuhën e saj. Nuk i lë rahat me gjuhën e saj, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ajo është në zjarr. Nuk i bëri dobi namazi i shumë, agjerimi i shumë, sadakaja e shumë. Gjithë të punë të mira, nuk i bën dobi kundrejt dëmit që bënte me gjuhën e tij, e saj. Prandaj profeti alayhis salam thotë ajo është në zjarr. Përfundimi i saj është zjarr. Allahu i lartësuar na ruaj nga ky lloj përfundimi. Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam, tregoj o i dërguari i Allahut se më tregoj thotë çfarë më çon mua në xhenet dhe më largon nga zjarri. I thot profeti alayhis salam, vallahi ke pyetur për një gjë madhështore, shumë të rëndësishme, po që është e lehtë thot për atë që Allahu i lartësuar ja lehtëson atij. Pastaj profeti alayhis salam i tregon atij kapitujt e mirësisë në radhë, punë të mira që mund t'i bëjë njeriu. Derisa i thot, atë tregoi, i thot pasi i tregon punë të mira shumë që mund t'i bëjë njeriu, që të fitojë xhenetet e larta dhe të ruhet nga zjarri, i thot atë tregoi sikur shtajka e gjithë këtyre. Madje kush është çelësi që të gjithë këto punë të mira ty të bëjnë dobi dhe të mos shkojnë dëm, i thot po si i dërguari i Allahut, thot çepe këtë, frenoje këtë, gjuhën tënde, i tregon gjuhën, madje duke e kapur gjuhën e tij. Këtë thot frenoje. I thot Muadhi radhiyallahu anhu, më shumë për ta theksuar profeti alayhis salam se sa e rëndësishme është çështja e gjuhës. I thot o i dërguari i Allahut,
pse ne do llogaritemi për gjithçka që flasim? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, o Muadh, a ka gjë që i hedh njerëzit me kokë thotë në zjarrin e xhehenemit, përveç të korrurave të gjuhëve të tyre? Përveç çfarë thonë, çfarë korrin ata me gjuhët e tyre? Rezultati i fjalëve të tyre. Allah i lartësuar na ruaj nga ky përfundim. Dhe profeti alayhis salam tregon për kamatën. Kamata është nga gjunat e mëdha në Islam, por nuk është vetëm një veprim. Janë shumë veprime të cilat konsiderohen kamat. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ribaja, kamata, është 72 kategori. 72 kategori, shumë rrezikshme. Dhe thot, nga ribaja më e madhe, pasi tregon kush më e ulta dhe unë nuk mundem ta përmend, thot më e larta e tyre, nga kamatat më të rënda, është që njeriu thot ta zgjas gjuhën e tij në nderin e vllajt të tij musliman. Ta përflas vllajin e tij musliman. Pra këto nderor besimtar janë argumente hyjnore, të cilat duhet të ndikojnë tek ne në personalitetin tonë, që t'jemi njerëz që ruajmë gjuhën, jemi të kujdesshëm, të mos e lëshojmë domethënë gjuhën tonë pa fred. Hadithi është te Tabarani dhe sakson Sheikh Albani. Dhe gjithashtu përkujtoj fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam që thotë çdo musliman dhe muslimanit e ka të shenjtë gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. A e dini se çfarë është gibeti? Çfarë është përgojim? Sepse njerëzit kanë koncepte të ndryshme për përgojim. E dikush mund të japë të drejtë vetes duke thënë, unë kur përgojoj, nuk them diçka që nuk është, nuk them diçka që nuk qëndron. Kjo është tek ai. Madje ai zullumçar e meriton që ta përmend. Nderuar vëllezër, duhet kemi kujdes të dim mirë se çfarë është përgojimi. Dhe të ruhemi. Thot profeti alayhis salam duke i pyetur sahabët, a e dini ju se çfarë është gibeti? Dhe nga mënyrat e profetit alayhis salam për të angulitur më mirë informacionin, sahabëve ishte që i pyeste një herë, dy herë, tre herë, që ata të ishin të vëmendshëm. Dhe ata ishin të vëmendshëm. Ishin të vëmendshëm në detaj derisa na transmetuan edhe mënyrën si profeti alayhis salam, tonin e tij në një këshill që jep. Edhe lëvizjet e duarve të tij, edhe mimikën e fytyrës të tij. Ndryshe nga sot, sa po fillon hoxha të flas, njerëzit ikin me vrap. Si qikën, ajo kafsha e pambrojtur kur i vërsulet luani. Allahu e përshkruan në Kur'an. Jo besimtarët kur dëgjojnë Kur'anin do ikin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara. Si ato zebra të cilat vrapojnë me ngut, të cilat ato duan të ruhen, të mos i kap luani. Dhe kështu shikojmë vëllezërit tanë në xhami, sa po fillon këshilla, shpërndahen. Çfarë është kjo? Në mos qoftë shenjë keqe. Çfarë është e mirë? Le të dëgjojmë këto argumente hyjnore. Thotë a dini se çfarë është gibeti? I thonë Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më mirë. Nuk e të i kalonin cakun e tyre, prisnin të dëgjonin se cili ishte koncepti i gibetit. Thotë ta përmendësh vllajin tënd me diçka që e urren, diçka që nuk e ka. Diçka që e ka, por e urren që ta përmendësh. Ta përmendësh vllajin tënd me diçka që e urren. Pra bëhet fjalë kur vllai nuk është prezant, kur njeriu tjetër nuk është prezant, ti e përmend thotë filani kështu, filani ashtu, me gjëra që i ka. I thonë i dërguari Allahut, po nëse ajo që ne themi gjendet tek personi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse gjendet tek ai, i ke bërë gibet për gojim. E nëse nuk gjendet tek ai, ajo që e përflet për të, ke shpifur. Dhe shpifja është një gjunah i madh, është haram, është ndaluar. Por gibeti është gjë tjetër, ta ketë ai dhe ti ta përmendësh diçka që ajo urren të përmendet me ta. Nuk do që ta përmendin njerëzit për ta. Ky është gibeti. Aisha radhiyallahu anha
Si që dini, profeti alayhi salam ka pas më shumë se një grua. Ndërto, ka qenë Aisha radiallahu anha, njeriu që e donte më shumë profeti alayhi salam. Prej grave. E ka pasur edhe grua tjetër të quajtur Safije, që edhe atë profeti alayhi salam e donte, dhe ajo gatuante mirë. Dhe Aisha bëi xheloze për të. Edhe i ka thënë një ditë profetit alayhi salam, mjafton që Safia është e tillë. Çfarë është e tillë? Njëri nga transmetuesit na tregon se çfarë shenje bëri. Thotë tregoi me dorën e saj që është e shkurtër. Pra shikoni transmetimi i plot. Thotë mjafton që Safia thotë është e tillë. Nuk tha që është e keqe, nuk tha që është e pamoralshme, nuk tha që është gënjeshtare, nuk tha që është shpifse, ngathrestare. Vetëm bëri me shenjë. I thot profeti alayhis salam, ka thënë një fjalë që sikur të ishte përzier me ujin e detit do ta trazonte atë. Do ta bënte pisa. Pra shikoni sa e rënd një fjalë me nën kuptim dhe një veprim i tillë. Prandaj nderuar besimtar, nuk është e lehtë çështja e gibetit, por është e rëndë dhe e vështirë. Xhabiri radiallahu anhu tregon dhe thot kemi qenë te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe fryti thot një erdhi fryti një herë dhe na solli thot një aromë shumë të rëndë. Një aromë shumë të rëndë. Thot profeti alaihi salam, a e dini se çfarë është kjo aromë e keqe? Thot kjo është aroma e atyre të cilët i përgojojnë besimtarët. Aroma e keqe që del nga njerëzit që përgojojnë besimtarët, dhe hadithin e sakson Sheikh Albani, Allah më shëroft. Dhe thot Ibn Mesudi radiallahu anhu, ishin tek profeti alayhis salam dhe njëri nga ata që ishin prezent, u ngrit edhe u largua. Një nga ata që ishin ulur, e përmendi atë për keq. Pasi u ngrit dhe u largua, dhe ky është zakoni i njerëzve sot, e besimtarët nuk duhet të jenë të tillë, dhe mos u kënaq me njerëzit që shajnë të tjerë në prezencën tënde, sepse të tillët të shajnë edhe ty në prezencën e tyre kur ti nuk je. Ai u ngrit dhe vazhdoi rrugën e tij, e ai që ishte prezent aty e përmendi për keq. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pastroi dhëmbët. Pastroi thot dhëmbët se ke mbetje mishin në to. Thot unë s'kam ngrënë mish, me çfarë ti pastroj? Thot sa po hëngre mishin e vllait tënd. Sa po hëngre mishin e vllait tënd. Nderuar besimtar, nuk do të harrojmë të kthehemi tek Allahu i lartësuar. Dhe nuk do të harrojmë se Allahu i lartësuar do ta marrë në llogari. Dhe do ta pyes, do ta marrë përgjegjësi për ato që kemi thënë. Lutim Allahu i lartësuar të nderojmë ditën që të dalim para tij. Dhe lutim Allahu i lartësuar të mos e shkelim nderin e muslimanëve, pasurinë e tyre, gjakun e tyre. Lutim Allahu i lartësuar na bëj të ruajmë shenjtërinë e njëri tjetrit. Them fjalën time dhe i kërkoj falje Allahut për vetë dhe për ju. Kërkoni falje atij sepse është falës i madh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na tregohet në sunetin e profetit alayhis salam nga ato ndodhi që kanë ndodhur se kanë qenë në udhtim sahabët mes tyre dhe Abu Bekri dhe Omeri. Dhe kishin me vete një djalosh, kishin marrë me vete një djalosh, një shërbëtor që t'u shërbente në udhtim për nevojat e rrugës. Dhe kur zgjuan nga gjumi pan se ai nuk u kishte sjellur ushqimin aty afër, në tëndën e tyre. Dhe njëri prej tyre tha, ky gjumashi flesi kur ishte në shtëpinë e tij. Pa fle rehat. Nuk e ndjen përgjegjësinë e punës që ka. Shkojnë dhe e zgjojnë. Dhe i thonë shko tek profeti alayhis salam dhe kërkoi pjesën tonë të ushqimit. Thuaj që Abu Bekri dhe Omeri nuk kanë ngrënë akoma. Kur shkon atje profeti alayhis salam i thot atë djaloshi, thuaju atyre që ju keni ngrënë, jeni ngopur. Kjo fjalë e profetit alayhis salam i shqetësoi. Dhe shkon nxitimti tek ai. Pse thot kështu? Ka diçka në këtë mes. I thonoi dërguari i Allahut, ne nuk kemi ngrënë, dhe dërgom djaloshin që të merrte ushqim. Çfarë kemi ngrënë? Që thua ne kemi ngrënë. Thot keni ngrënë mishin e vllait tuaj, që e përgojuat. Unë e shikoj, thot, në mesin e dhëmbëve tuaj, shikoj, thot, mbetjet e mishit të tij.
I shikoj mbetjet e mishit të tij. Pra shikoni vëllezër nderuar, kush ishin ata? Ishin Abu Bekri dhe Umeri, besimtarët më të mirë, më të devotshëm. Prandaj Abu Bekri më mbrapa kur ka hyrë Umeri te ai ka gjetë që kishte kapur gjuhën e tij dhe qendrën. I thotë çfarë ke? Thotë kjo do më shkatërroj mua. Abu Bekri, fjalë pakti. Më i miri besimtar, më i devotshëm besimtar. E shikoni se si njeriu bie në gibet pa e kuptuar. Njeri prej tyre bëri gibet. Tjetri nuk bëri, por nuk e kundërshtoi. Dhe profeti alayhis salam i konsideroi të dy sikur kishin ngrënë nga mishi vllajt të tyre. Për të kuptuar se edhe ai që dëgjon gibetin e nuk e kundërshton, dhe nuk e përmend tjetrin për mirë, edhe ai është pjesë në gjuna. Prandaj, nga edukata e muslimanit është kur e dëgjon gibetin, ta ndalojë atë që është duke bërë gibet. Dhe nëse nuk ndalojë njerëzit duke bërë gibet, të çohet e tij. E prej një prej selefëve ka ardhur se sa herë që përmendin dikë për keq, ai e përmendte për gjën më të mirë që njihej ai person. Nuk ka njerëz që nuk ka të mira dhe të këqija. Nuk ka njerëz pa gabime. Nuk ka njerëz që ne nuk gjejmë arsye për të kapur, për të folur për të. Nuk janë angjëj, janë njerëz, gabojnë. Por shikoni çfarë edukate. Thot sa herë që e përmendin dikë për keq, ai përmendte për të më të mirën gjë që dinte. Mund ta ketë këtë gjë për shkak se filani është i tillë dhe i tillë. Filani ka bërë këtë gjë të mirë, ka thënë ka pasur këtë qëndrim të mirë. Për të edukuar ne të nderuar besimtar me këtë lloj edukate shumë fisnike të Islamit. Prandaj, nderuar besimtar, ne duhet që të bëjmë kujdes në bisedat tona se çfarë bëjmë. Allahu i lartësuar thotë: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Thotë nuk ka mirësi në shumë prej bisedave që njerëzit bëjnë me njëri tjetrin, përveç atyre të cilët nxisin njëri tjetrin për sadaka. Bisedojnë, nxisin njëri tjetrin, t'japim sadaka. Në këtë rast, në atë rast, filani ka një hall, ka një problem, ta ndihmojmë për sadaka. Apo për mirë, thotë, i përmendesh për mirë njerëzit. Apo për t'i pajtuar mes vetë. Këtu ka mirësi, të tjera nuk kanë mirësi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam urdhon dhe thotë kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flas mirë ose le të hesht. Të flas mirë ose të hesht. Dhe thotë profeti alayhi salam, ka Allahu ruan nga sherri i çka mes nofullave të tij. Ja sa çka mes nofullave të tij dhe çka mes këmbëve të tij, i tillë i thotë do të hyjë në xhenet. Pra, çdo njeri që Allahu ruan nga sherri i gjuhës dhe i ruan derin e tij, do të hyjë njeriu i tillë në xhenet. Dhe hadithi është tek saktë Tirmidhiu. Dhe thot profeti alayhi salam, çdo njeri që më garanton çka mes nofullave të tij dhe çka mes këmbëve të tij, do t'i garantoj atij xhenetin. Ne lutim Allahun e lartësuar që na bëjë nga ata njerëz që i dëgjojnë fjalët dhe bëjnë më të mirë. Kur profeti alayhi salam është pyetur se cili është shpëtimi, ka thënë: frenoje i gjuhën tënde dhe do të mjaftoj shtëpia jote dhe i qaj thot për gjunahet e tua. Dhe kjo nderuar besimtar është i porosi shumë madhore. Frenoje gjuhën tënde, do më thënë mos fol veç me hajër. Do të mjaftoj shtëpia jote, do më thënë shtoj punët e mira, mos se harxhoj jetën kot. Thot dhe i qaj për gabimet e tua, do më thënë preokupohu me mangësit dhe problematikat dhe defektet dhe cenet e tua para se të preokupohesh me të tjerëve. Lutim Allahun e lartësuar na bëjë besimtar të mirë, të ruajmë shenjtërinë e njëri tjetrit. Këto argumente i zbatojmë jetën tonë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.